Hamur. To me stafullar. Ishte fort. Po ishte e lua dhe shumë. To me stafullar. E grise. Po pse ne s'kema bata? Jo, s'far. To me stafullar me çan të lega. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në Flak Fare, podcastin më të ri në qytet, I cili jo vetëm në qytetin e Tiranës, pse e thash qytet, në Shqipëri. Dhe jo vetëm Shqipëri në fakt, sepse nga dhënat që po shikojmë në rrjetet sociale, ku dhe në fakt dua t'ju falenderoj shumë për faktin që keni vetëm TikTok rreth 95.000 like postimet tona dhe rreth 2.6 milion views, pra pak a shumë gati gjithë shqiptarët na keni parë deri tani. Kështu që shumë faleminderit që na ndiqni, na shikoni, mos harroni të na bëni follow, subscribe edhe në kanalin tonë në YouTube dhe sigurisht në Instagram. Thënë e gjitha kjo, falenderoj edhe KFC Albania për këto krapulet mrekullueshëm dhe lufrën, të cilët janë gjithmonë me ne, sikurse dhe Argjendari Donaldo që na sjell dhuratat e të ftuarve. Megjithatë, do ta nis direkt dhe në fakt problemi I këtyre podcasteve është që nuk ke dot elementin surprizues të prezantimit të ftuarit, sepse është I shkruar emri që në fillim. Kështu që nuk po zgjatem. Sajmir Korreshi, shumë faleminderit që je këtu me mua. Shumë faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi e veçantë. Faleminderit që pranove sfidën e eksperiencës, po themi, të këtyre salsave djegëse, edhe pse ma merr mendja që vështirësitë në jetën tënde të kanë bërë që të jesh tolerant mjaftueshëm. Absolutisht. Kështu, ne kemi djegëse gjithë ditën nga mëngjesi deri në darkë, se përballemi me njerëz më të ndryshme që duan zgjidhje nga më ndryshme dhe normalisht duke përballur me vështirësitë e tyre të djeg fakti që ndoshta ndonjëherë nuk e arrin dot aty ku duhet. Kështu që mendoj që do ta ketë një sfidë të përballueshme. Kjo besoj se duhet të jetë sfida më e lehtë e këtyre ditëve për ty. E këtyre 60 ditëve të fundit po besoj se po. Jam I sigurt. Si duket situata? Situata është jashtëzakonisht e mirë. Dukesh fillim, demokratët doni vetëm një motivim. Ndoshta duhet dilni më shpejt listat, kandidatët, që të filloni me shtabet që të zgjonin gjithë interesin e demokratëve. Ka qenë loja me një port, losë dhe vetëm PS-ja, si duk gjithë patronazhistët vazhdojnë me lekët e çdo shqiptari, paguhen me rrogë për të bërë patronazhim kur vota për PS. Tani ka dalë PD-ja në shesh dhe në terren dhe mendoj që ata çka kishin e arritën, aq që ishin nuk shkojnë dot më për tek kësaj, është PD-ja tani që los kartën e saj me njerëz dhe burra dhe gra të mirë. Hajde inshallah. Fitoj më I miri them. Po do ndrruri çike bu ujë kënet, se është bërë kënet fare, është bërë ujë I vjen njerë, do ndrruri çik, do hapur pak ato. E qartë. Ta quajmë ne kemi mësuar me kënet në Karavastaz dhe po nuk I hapet çike po nuk punoj draga që ta pastroj. Është e vërtetë. Është një shprehje që thotë që politikanët janë një lloj si pelenat, ata duhen ndëruar shpesh për të njëjtën arsye sepse fillojnë të mbajnë erë. Por ka një pretendim Shqipëri, ka thënë dikush një kundër argument për këtë dhe më pëlqeu në fakt, është e vërtet tha që pelenat dhe politikanët duhen ndëruar, tha, po për të vënë pelenat e reja të paqelbura. Absolutisht. Dhe këtu ka një pretendim pastaj që edhe pelenat e tjera janë viner pa ardhur akoma. Shiko, atëherë do ta klasifikoja duke qenë se ne nuk kemi rrit me pelena, kemi rrit me napa. Plakat tona I lanë ato napat I zjenin, kështu që ato dhe pastroheshin. Kurse këto pelenat e sotshme është shumë e vështirë për t'i pastruar dhe duhet ndruar. Jam I se u gjeta. Jam mirë se na erdhe, të bëft mirë. Që të bërumi parë, duket që Në ndjeve diçka? se që bërumi do t'kemi të ndjerë. Ja, se s'është ai djegse, ja. Ne, s'ka, përballueshme. Nëse politika do ishte që shumë I shpreh në këtë formë, politika është cirk thonë. Në politikën tonë, nëse do të bënim një metaforë, një analogji, meqense është cirk gjithmonë metafora, kush është Palaçoja, kush është Luani dhe kush është ai që pastron plerat? Atëherë, unë mendoj që Palaçoja është gjithmonë ai që drejton, sepse edhe në momentet e tij më të vështira që I ka kaluar dhe I kalon kjo, mundohet që me deft, me legend, me kursi dhe me ato këngët e madhe, mundohet apo kur I thot grave që du sjell demi në fshat, unë mendoj që Palaço më tepër se sa I takon kryeministit Rama nuk ka se si të ndryshe. Është ai që drejton sepse mirë dhe të këqijat I ka po ai Palaço. Pra si të bëj për qesh, ashtu dhe për qanë në këtë moment.
është një moment që nuk bën dot më përqeshur, me thënë drejtën, ka ardhur një kohë që s'bën përqeshur. Luani gjithmonë në pikësynimin tim është lideri i opozitës, që mundohet të sfokojë Palacio dhe të japi garanci të gjitha, ta quajmë një pyll të madh, mundohem që Luani duke qenë se është mreti i pyllit, të japi garancinë që në momentin e parë të gjitha Palaciot apo të gjithë këto egërsirat të kthejë atë bonsesin, paqen në pyll dhe ndoshta një erë të re. Kurse pastruesi janë të gjithë këta tjerë që për mua zvarrite gjithmonë politik, që nuk prodhojnë dot kurrë asgjë, e din shumë mirë që nuk do të marrin kurrë mandat, apo që zihen gjithmonë për ato lekë, për të marrë ato lekë të KQZ-s, kur thënë si në një, siç bëri Basha ato 5 shteret e fundit me ne, që bëri gjë sigurike dhe kthehesh ai që kalon lekë të KQZ-s. E qartë, unë them shkojmë tek salca e radhës. Kush është mistret, deputeti më mistrec në parlament, sipas teje? Unë mendoj që deputeti më mistrec është Erion Braçja, që do të gjetë çdo lloj një. Është mistrec i madh, Do të gjejë gjithmonë diçka që me u kap. me gjë, me uzvarrit, e gjithmonë mistrecë më i madh ai ka qenë. Kush deputeti më i pasur? Atë se di se kam parë, por Menson ti për shembull. jo, mund të them një gjë, jo, mund ta them, por mund ta deduktoj se nuk ka më të pasur se Edi Rama, se të gjitha tjetër do të ai. Pse? Shumë shqiptarë vazhdojnë akoma besoj se ka 3.700 euro në bank. Ja, se beson njeri këtë sigurisht. Për mua është fati e tij që arrit të besoj njerëz ose të thonë hallexhi. Unë ndonjëherë i them hajde mbledhim në një lek për atë se që kanë hall, që kanë pikë të hallit. Qartë. Ma bëri Olsi, e kupton, ma bëri bisedën shumë politike. Më çojmë politik, filloi akuzat ndaj qeverisë e tjera. Shkojmë tek egzotika, të lutem bëu çik më egzotik. E treta vërtet ajo. Dhe tani si ke provu këtë? Jo, nuk besoj se do vuash ashtu e treta. Si ja bëni ju deputete pozitiv me çaj jetoni? Po të marrë vetën time, unë dikur kam pas një zyrë avokatie, me të thënë drejtën, kaloj mirë, dikur kam qenë dhe në emigrim ka punuar pa atje, përveç bursës dhe konviktit që kam mbajtur për gjithë vitet sa që është në universitet, punoj edhe kam punuar dhe pizzaiol. Pjesën tjetër ne kam pas me avokatin, kam qenë pedagog në Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan, po ashtu dhe në atë Universitetin Bujqësor të Kamzës, filiali Lushnjë për sa vit na lejuan. Pastaj na mbyllën dhe atë se Lushnja nuk mund të ishte kaq trendi, por mund të ishte vetëm fshati me mathi fjerit. Dhe pjesa tjetër me rrogën time të bashkëshortes. Edhe pensioni e plagës që ajo fatikisht ajo mamaja na mban gjithë të treve se ka një pension të madh fatikisht dhe mos kishin pension e mamas. Me atë i doni, Me atë pension e mamaja na ka bërë dasmën, ajo ka pre kostume, gjitha pension e mamas, po mos kishin pension e mamas, nuk mora vesh që do ndërtosh tani me atë pension duket apo? Po, plaga më ka kërkuar një resort madh, Blesun kur ishte pjesa e Olta Xhaçkës që kërkova, të paktën mira ishte 2 shazllone dhe i çadër, se me lekë që marrë dhe nusja, dhe aty shkonim, pak t'i ngullim ato, por atje se qellova dot. Qëse që në këshillin e mandatit në imuniteteve, kur diskutohesh çështja e Xhaçkës, i kam kërkuar që të paktën nëse ligjerohet kjo pjesa jote se ti mund të marrësh këtë resort kaq të madh, që doli gjithë me dokumenta falsa, po të paktën na linin ai çadë 2 shazllone bëndën e shkretë të qetë, se kanë i majnë prerë. Kështu që megjithatë, mama ime ka vendosur tani që të bëj një mega resort, me të thënë drejtën. Nuk e kemi vendosur akoma se ku, se nuk ofendohemi deri në dërmit të ta gjejmë gjë më të bukur akoma. Më të bukur, zbrit më poshtë. Megjithatë lekë që merr gati 117 milion lekë në muaj dhe them që 117 milion lekë të vjetra. Jo të reja. Të reja. Nuk është ka punuar. Se kuptoj, se shikoj gjithmonë TikTok-ën e gjëra se kur dalin këto video të po pse ne s'kemi mama, s'na ka dhënë gjë. Që edhe ime me 117.000 lekë, ai se duan bëj ilaçet e veta këto të tensionit, po tani ka një dyshojnë për Parkinson, inshallah nuk e uroj, po edhe për ilaçet e saj nuk i mbetet asgjë përveç se 15 milion lekë ose 15 lekë të vjetra për gjithë pjesën tjetër. Kështu që kjo është dramë gjithë nënave shqiptare realisht.
Sepse koha ka treguar që jo të gjitha mund të ishin shkollë, jo të gjitha mund të kishin arsim, dhe të Sigurisht. gjithë mund të ishin edhe punonjës thjesht atë që ka dhe sot. Kështu që drama shqiptare inshallah na investon në gjë më marrë se pjesa tjetër jemi të rrogë. Qartë. Pra, unë di që ti ke padur një rini të vështirë, sikurse një pjesë e mirë shqiptare ke ikë jashtë Italie, ke qëndruar në stacion treni 20 ditë apo jo? Ke qenë ekspert, pastaj pizzaiol, je arsimuar aty, je rikthyer, patjetër je fut politikës, me sa kam kuptuar prej backgroundit tënd, domethënë ju keni qenë persekutuar, po themi në periudhën e komunizmit? Po, jo të persekutuar, tamam ne kemi qenë të shpallur kulak, me të thënë drejtën. Babai tim ja kanë mohuar drejtën e arsimimit edhe pse me nota ka qenë jashtëzakonshëm. Pak a shumë si imi. Po, e kishte merak të pjesë, më ka lënë një bibliotekë fantastike, me të thënë drejtën, mbi 1000 ca libra në kohën që ai ndroi jetë. U ktheva sepse ai ndroi jetë shumë i ri, me të thënë drejtën, edhe unë kisha gjyshe më marrë dhe motën të shtëpisë, dhe kështu që duhet kujdesem për atë. Familja ka qenë se gjithë fugarëve shqiptarë, me të thënë drejtën. Ne ishim 5 kate, ne na morën shtëpi në vitin që unë linda, na kanë marrë shtëpitë sube famshë ushqimore Lushnjës. Kishim një shtëpi me një ambient gati 2000 metra katror, si gjithë. Toka më para, por vetëm në atë kohën e viteve 80 ka qenë me ambient goxha të madh. Edhe gjyqja ime nuk ka pas punu, me të thënë se ka pas ato pata rosa, vezë dhe këto të gjitha ushqeshin, si një baçe fshati mes qytetit ta quajmë. Por në deshë të rinim në pallat, në kan 4, ne shikonim 2 katët e tjera dilin me bukë skuqe me vezë, ne dilin me ullim me presh. Kështu që ishte diferencë e madhe midis atëra ishte edhe koha që u thoshin hap në kafsh. Edhe kishte pas përbërë salsat, sa dilte dikush që kishte bler bukë me vezë, thoshte atë kishte ta bëj kash. Kështu që edhe po na binte djathi nuk kishim luksin me hedhur aty, po të tip frinim. Po. 3-4 sekonda nuk pson gjë, po. Familja jon ka qenë e gjithë, si gjithë. Pak a shumë si tjerë. Po, shiko, nuk ndihesh sepse ishim pothuajse në të njëjtin nivel. Unë kam marrë televizion për shembull kur ti thosh gjort vajzës time që babi deri 7 vjeç nuk ka pas televizor në shtëpi, nuk e beson sot. Se ata kanë lind me celulara, me tableta, me gjithë të tjera, me përgatitje, ndoshta për fajt ton, po edhe për dëshirën ton, sepse jemi rrit kaq keq sa ndonjëherë i themi që ato mundësi që si e teprojmë gjithsesi, por edhe nga mungesa e saj. Qartë, e di pse e kalova të gjithë këtë pjesë biografike, mund ta quaj mini biografike tënde, sepse deri tani ke të gjitha kushtet, edhe në parlament e ke ngrit zërin për kauza që janë të vërteta. Për mua flet shkurt dhe shqip dhe qartë në parlament dhe më pëlqen çfarë thua. Besoj se janë gjëra që shumica e shqiptarëve bien dakord, janë gjëra që observojnë. Problemi dhe dyshimi kam përshtypjen e shumicës së shqiptarëve është që kur të vi ky në pushtet me gjithë këtë vuajtje e gjithë këtë pritje, pa le çfarë do bëj. Çfarë thua ti komenti për shkak? Kjo është 12 vjet opozit. Ky është një koment real, por për t'ia heq frikën gjithë njerëzve, them që e kanë dorë dhe me më largu shumë shpejt, jo me prit pafundësisht, sepse ai që të jep mundësinë edhe të nxjerr kartonin e kuq. Tash populli duhet të ketë atë kartonin e kuq në xhep, sa mos më na lën shumë gjatë me provu. Kush është më dorështrënguari te këto pagesat e kafeve kështu nga këta deputetët? Ose më thuaj kush është më kavalier, po them. Them një gjë, ditë them që ne jemi un kam njoh shumë çuna kavalier. Dash Sula është një nga çunat. Dashi është kavalier, po për parasysh gjithë demokratët se më të arrim. Janë kavalier këtu. Janë gjithë kavalier. Do është ndonjëherë them unë, ore këta na shikojnë ne akoma si ata ballistat e kohës që nuk kanë ballistat e kohës të filmat, që ne realisht i marrim gjithmonë sofrat shtruar, me ato pak që kemi, por sofrat tona Dash Sula për mua që është një miku mirë, është ndoshta një me kavalier, po të gjithë pak a shumë, hiç Lul Bashën, të gjithë tjerët janë kavalier. A kjo ishte personale tani? Jo, s'është personale, unë se ka Se Lul Basha se fut dorën në xhep? Flas për kafen, tavolin, do të thënë ikse i kam unë. Kur? Unë se kam parë ndonjëherë që po të xhepi jot. Ai dhe byreku kur e bleu atje pagoj shoferi atë ditë, po ta keni parë, unë nuk e kam parë ndonjëherë që të marr portofol apo nxjerrni 2 lekë. Ço do t'rregoj një herë. Po nuk i mban vetë, mos të sa i mirë. Ja jep shoferit që ti. Po, unë nuk e qelloj dot këtë punë se ne tjerë s'kemi shofer. Ti po tulesh me shoferin e tij për shembull, nuk të lë me fut dorën në xhep ai. Unë them që ishte historia. Kishim një politikan para shumë vitesh në Lushnjë, në vitin 2017. Edhe do bënë, pa një moment që ishim vetëm 3 veta, tha lërë se do t'i paguajmë kafe.
hapi portofolin, kishte vetëm 10.000 lekë, bëj zhht, thash mos e grise, lere 10.000 aty, lere. Ku që sa vite kishe pa të gjithë portofolin, kështu që në momentin kam para ta që erdhi si fakir, do bësh deputet, dhe kishe vetëm 10.000 lekë, i thash stop që po të paguaj lere, se paguaj dhe këtë vetë. Them të ham të ofroj, mos bëjmë si ai deputeti me 10.000 lekë, jemi te katërta, mund ta lësh. Po. Jemi tek fitili. Deri tani të shoh të qetë, të shtruar, foli për politikë, besoj se e bëri edhe pjesën e këndvështrimit tënd. Pra, as fitili s'da asgjë. Je mësuar ti 12 vite. Me shollo jo, në kura shollo pingë themen. Si duket ky muhabeti Rama Basha me këto me Unikatilin, me këto deklaratat ku I ke shokët e tjera me radhë? Po, si e komenton? Shkoj, për Ram nuk jam që të them se është brenda llojit vetë, vazhdo zullumanës. Se ka qenë gjitha me def, me gërnet, me kitar, me gjitha llojit. Artist në këtë. Veshur, pa veshur, zhveshur, por nuk I ka asnjë lloj problem. Domethënë gjithë jeta atit ka qenë një që ne lushin e njohim që vitet 80, zihesh me grushta dhe Free ka vetëm ata që e kanë tredhur që kalama, vetëm gangsterët e viteve 90, pjesa tjetër pastaj nuk shef rival. Kurse për Bashën duket tamam që e ke parasysh stonon, vesh I kalamat vogël me këpucët e babës. Ashtu duket e Basha me këto memet e veta tani që po I bën vetes. Nuk sheh asnjë vlerë te ky person, Sajmir, asnjë vlerë nuk ka Basha. Nuk po nëse ka një vlerë, ne kemi besuar se ore dhe Bashën dikur na Po, çfarë I besonit ju atëherë? Çfarë pëlqenit që ju është një? Shikonim, jo ne kemi gjurë në momentin që nuk e njeh personalisht, ai të duket si një person me veshur me një tamam me koperturë fisnike, moment që nuk rri afër njerëzve ose nuk ke kontakt me të, nuk e kupton dhe në marrëdhënie, sepse domethënë ai tave në opozitë që ne nuk duhet ta kemi luksin që t'i rrim larg njerëzve, është një njerëz që as Ty bie telefonit, ty çon mesazh kthente përgjigje, fare. Më dhan një lloj që në momentin që ti e provoj një herë ti jep atë idenë që është shoku ti aty te dera. Unë me gjithë karrierën time kam hyrë vetëm një herë te Zyra Bashës, vetëm një herë. Në gjithë karrierën time për sa më vetë. Ose kishte vetëm me ty? Kështu me të gjithë. Me të gjithë, kështu. Pra s'është personale, tha. Jo, absolutisht ka asgjë. Muhabeti aty që shau tha me këshave mua, tha jo të gjitha, okay, Unë nuk mendoj që ka asgjë personale, thjesht nëse ne të tjerë kemi kaluar çik ato hapat e feminisë brenda PD-s, ai erdhi direkt I pjekur, erdhi direkt ministër, kështu që nuk kishte një njërë me strukturat, nuk dini si funksionon. Ai na futi NATO ama po të mendosh. Po na futi dhe ngropët e I gjithë si PD, po ideja është që NATO erdhi kohë për situatës që kishte Shqipëria. Pastaj jeni, shiko, për mua është e padrejtë thani fakti që fajsoni. Po mos fajsoni Bashën për faktin që PD-ja shkoi gropësh. Po ç'i do fajsojnë Ramën që vetën. Po ne u dham juaj. Po ja po të marr Fierin, ne në Fier dham rezultat fitues 9-7. Mirë ishit Fier. Që është qarku më I madh. Atëherë, ç'i do t'i bëjmë në Bashkë? Tani pritur në Bashkë, ne u pingat. Tani gjithë to lektuar, ku vajtë to lek e zgjedhjeve? Ku kanalizojnë? Cilat lek? Po bërna keqëza e Tobes Tafkullaj, ai 1.4 milion euro thotë, ku diun gjën në jenë kështu Tobes të themi oj çan të lekë. Ose mi. Gjitha byrek, kur smarojnë ato me betave me byrek e bërë. Ha shumë po nuk shton ai. Ashtu po. A ka lek thua Basha? Po ti ke edhe po ti ke s'jam duke numrun e. Jo, them, ka duhet të ketë thua në gjykimin. Them që mirë do jetë shumë, se shikoj përdesa blen akoma xhelun them do jetë mirë. Përdesa lym kokën me boj prap them që është mirë, edhe shqyqyqe të ketë që ti përdori që të marrë një votë së radhe. Shiko, mua më vjen keq për të se tani është I vetmi politikan e historisë që tani shat nga dyja partitë e mëdha. Si ka PS, si ka PD. Megjithatë, kush është mendja më brillante në parlament dhe goja, pra mendja më e nënvlerësuar dhe goja më e mbivlerësuar? Pyetje e lezetshme është kjo. Kjo është pyetje e lezetshme se ti do brenda llojit ton apo do jashtë në përgjithësi? Ti çoj ku dush ose më kufizoj. A e kuptoj. Shiko, një nga mendjet më brillante që të them, në parlament mund të jetë dhe I majtës, do të thënë t'ja japim Cezarit atë që I takon Cezarit. Për hir të vërtetës, unë njëri edhe pse nuk kam qenë me Berishën për një periudhë gjatë, mendoj që nga brenda brillante të politikës shqiptare është Berisha për si e njeh situatën. Është apo ka qenë? Ka qenë dhe unë mendoj që vazhdon të jetë, edhe pse ka alternativë shumë, por
me të drejtën atë luciditet, atë energji që kanë në këtë moshë, po e tjerë janë Çaj më. se tjerë dajnë 20 herë natën banjër bërë dhe ai nuk dorëzohet me në momentin ka një memorie të jashtëzakonshme Po, që e kam dëgjuar nga shumë. Kjo është fantastike të flet akoma për emrat e Kalamaj apo të thush njerë ti man mend i fiksu do thotë që është i përqendruar në bisedën, pra dhe vlerëson bisedën e shumë njerëzve ose të bashkëpunëtorë. Kjo më ka bërë është shumë i qetë ndoshta të gjitha këto që ndodhen PD. Ai shumë i qetë dhe unë për mendimin tim ka më tepër njerëz që atë i thonë gjërat që të tilla që nuk janë ose në interpretimin e tyre shumë plogësh, por realisht ai ka një qetësi absolute, një vlerësi maksimal dhe është burrëror kur t'i jep fjalën, kjo po. Pastaj konteksti, pastaj portfolio, mendoj që është hyn të politikisht korrekt është ky Sajmiri, më. Jo, politikisht korrekt je mor burr. Po thuaj një më të mëshitet çike emisioni, thuaj një të PS-s. Unë do të them PS-s për të ardhur keq, pastaj ke ndaj parë i fundit kur ti dëgjosh fjalimin. Ja filloi tani. Do njëm duke zgurë i djathë burr. Atëherë po të marr po të rrekoj Flavi flasin si ato ministrat e kohës bllokut. Kush flet ashtu? Po nga deputeti Vlora nga Pranvera ta dëgjosh tu ti, po thu, apo ca deputetë të tjera që marrin listën. Ka dhe pse ca figura të këndshme, më thënë. Patjetër që ka figura të këndshme, po dikush një nga figurat për shembull që s'ka bërë gjë politikisht, po ka qenë. Unë po nxjerr fotot e 140 deputetëve, ti ngetroj me 140 tjerë që punojnë aty në administrat, ti s'do ta marrësh vesh kurrë që ata janë deputetë, si ke parë dhe si ke dëgjuar ndonjëherë në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe kjo është gjë e trishtuar, se nuk ka mundësi që paktën si vizualitet ca njerëz mos njihen. Që për çfarë rri aty? Po pse duhet njihet deputeti mos e mirë? Po patjetër që po më burr. Vetëm Shqipëri janë superstars politikanë, nuk përse s'po them kryeministri dakord. Ti gabim pra? Po pse? Kush është? E njefti deputetin e një amerikan të Kalifornisë, kush është deputeti i 350? Absolutisht, por Shqipëria për nga mënyra se si jeton Shqipëria, ne jetojmë për politikë dhe sport. Dakord, po është e egzageruar pra. Pra mund ta njohin në nivel lokal, po që të jetë superstar ai nëpër media, pse duhet të jetë deputet? Po sepse dakord, por nuk prodhon asgjë në parlament, sepse fakti këtu është që unë nuk e kam vetëm si vizualitet dhe si fytyrë, unë kam fjalë edhe se nuk prodhon asgjë. Impakti, influenca pozitive. Shkojmë te salsa e 5 si thua. Mëkati, cili është mëkati jot në jetë? Ku do mëkati im? Do gjej një gjë tani thotë që të shajt majtët. Mëkati im është që po s'më rri llapa ndonjëherë, më them. Flet më shumë se ç'duhet. Jo flas më shumë se duhet, po flas edhe kur s'duhet, në sensin që flas ashtu siç është dhe jam dënuar nga kjo mëkati im në jetë. Pse të ka dënuar kjo? Se në opozitë je në fundit, ke drejtën të flasësh. Jo vetëm në opozitë, se kam në parlament as çka kokën fare, po me shumë shok, për shembull, unë nuk e duroj dot një padrejsi, edhe ndonjëherë shikoj në njërin që të them, po ky pasqyr druri ka drejtë në shtëpi edhe pse kam një shoqëri për shumë vite të them, nuk vlen ti o bos. Pra arrit deri atje sa ta dera atë ndonjëherë pastaj kthehem. Kthehem te kjo dhe them, po çfarë e burrë dhe rrit çik kështu tekniko-taktik, po ja, si që po. Nëse kjo është kundërshtarja ime gjithmonë. Kush është më problem, Sajmir? Një politikan i korruptuar apo një qytetar i disinteresuar? Unë them që të dyja në të njëjtin nivel, sepse nëse qytetari do të ishte interesuar, do të kishte shumë më pak politikan të korruptuar. Po dhe ana sjelltas, sepse edhe po t'ishte më pak i korruptuar një politikan, do të kthente edhe interesi. Pra nga të dy anët që ta kthesh, janë të dyja në të njëjtin 50-50. 50-50 thodi. Unë personalisht mendoj se është më problem ai qytetari, Unë e thash që ai po të ketë qytetar. Se si do jesh i korruptuar kur ke një qytetar të interesuar? Do të thënë, shikon ç'bëhet në Serbi? Ka dalë gjithë Serbia në protestë. Po të mysin për prandaj po them, do të myt me vota, s'ka gjë, edhe nuk ta thon, thotë kemi se takohemi në datën 11. Tak. Janë dire çiko. Vetëm po ta kishte ngrohur salcë mund na dishte se kështu. Kush duket më i mirë nga këta të rinj to? Asnjë. Po pse? Po sepse më pak i keq. Më pak i keq. Unë nuk di të them, ne agroni kemi pas brenda vetes, por unë e njoh nga afër si njeri. Si njeri asocial. Është asocial agroni? Asocial, absolutisht. Sa i duket shumë unë them ç'a është, pastaj ti ai nuk kishte njëri që nuk ulet në kafe kur me një kolegun e vet se i dukemi të gjithë si numëror topi, unë mendoj që është asocial. Një njeri që mundohet që edhe politikët ta ngrisë, sikur ka ngrit biznesin, që ai do të jetë lideri dhe tjerët janë shumë shkallë më poshtë se ti, unë them që është asocial. Kështu
Kështu që në këtë pavarësisht respekt maksimal për pjesën e tij të biznesit, sepse nuk e di se si kanë ndërtuar me thonjë dhe nuk duhet të hyj te kjo pjesë, i uroj sukses çdo njeriu që është biznes, jo vetëm atij, shoqyrt që të kenë themun që mos kërkojnë nga mua. Kështu që kjo pjesë është okay. Pjesa tjetër për shembull, një njeri s'mund të jesh dot lider edhe nuk i fton njerëzit për i kave ose të rish vetëm gjithkohës tek, tash buk vet, pish kafe vet. Kjo nuk shkon. Po na jep çik kështu efekt na ose. Na ka mbush qeroskën këtë çatin që na ka rënë. Me thënë vërtetën, unë ndjem shumë mirë sot se je i ftuar i parë që kam pak flokë se unë. Bre, mua po më djegin edhe. Që si djegin? As kjo? Tani më duke se bën veti. Tani shenjë djegje jep, po që tjetë një djegje wow, që po bo sa do. Në fakt jam çik i ftohur sot edhe po më djeg. Deri tani s'ka qenë, po gjithsesi prap pikante është. As furra së dhazë, shiko, më dha mua. E të mërshme. Më thuaj pak si, kjo se ngelet në qikoj lirë për ty. Qa ke një pasion ti, Samir? Në të thënë drejtën, pasioni im që fëmijëri ka qenë futbolli. Unë kam qenë futbollist në moshat e lushnjës. Dukesh që nga këmbë në fakt kur të Jam ekstrem luq, jam pak. Pa kuptova shumë shpejtësisht për atë punë, shqyrë Zotit, se do kisha ngel në trotuar të lushnjës duke hangë sufllaqe. Për fat keq futbolli në ato vite ishte në vlerësuar dhe është në vlerësuar. Me rrota minimale që nxit shton muajin, kështu që është një kohë e humbur besoj unë. Duke qenë se nuk është motivim. Tjetër është piktura. Piktura? Po, kam bi, do të thosh që po konkuron kryeministi. Po, pikërisht. Kam bi 50. Ti pikturon që të bësh? Kam shumë piktura, kam bi 50-60 piktura. Qa pikturon zakonisht e ke bërë ndonjëherë veten në një fron për shumë? Në natyrë qetë, te portretet kam shumë. Keq, pra je lexues i mirë i portretet. Do t'i tregoj më vonë, po kam shumë. Po mund të na i dërgosh i vë ca olso, po. Do t'i tregoj. Kush është portreti më i përshtatshëm për të qenë kryeminist e Shqipërisë? Se ti i studion portretet. Flas vetëm estetikisht. Po ullon duke parë burra, i sa shikoj në femër në krye të Shqipërisë, për të ndryshuar edhe çika të imazhit. E kush është kjo femra që ka portretin e dur? Po femra që ka portretin e dur ka, po ka shumë femra që janë portretin e dur, po Spiropali. Mos o zotër, burë. Po tani të ludhem, po këtë... Po flas brenda PD-s, po PD-s. Shumë ka me mësa pra, se gjithë jetë më ses. Në të rritim... Sport e zakonit. Në të rritim se këthejni qik, ti prapë. Grua, nga PD-ja, kush? Po janë disa gra... Që kanë pra qëndron pra, në këtë sens. Ja, shumë, 3 gra, ose 4 gra, fillon nga Yrita Tabako, nga Dhurata Çupi, nga Ina Zhurgali. Dikura nga pyet një profesor histori, na ka thënë, kë zgjedh tha për president, tha. Njërin që spi alkool, spi cigare, luan kumar, nuk shkon me shumë femra. Kjo është Barcelona Fatosnane, basta? Kjo s'është me Fatosnane, kjo fakt është me Churchillin, është Hitleri Churchill, Hitler dhe Abraham Lincoln, pra këta Churchill pinte cigar, luan dhe kumar e tjera me radhë, dhe i vetmi që s'kishte asnjë vesë ishte Hitleri në këtë sens, po dua të them që fakti që mund të kenë ca vese ose ca qefe, nuk i bën detyrimisht një lider të keq. Absolutisht, dhe unë të them, po s'pati çik ca vese dhe ca... Se e njerëzor, po patjetër dhe... Po ja Berisha s'ka vese. Po nuk e dim atë pjesë, ai shqefli... Si se dim, Për mua Berisha është qefli i verës, absolutisht. Po është qefli i verës një gotë në ditë. S'ka problem, masa është gjë tjetër, po është pastaj astu se kemi njohur Berishën në rini, kështu që nuk e dim, por ama në momentin ai është tamam tipik i djallë që është sfera konservatore, ashtu si duhet të jetë. A marmor burça pas ke qenë. Çon është lyva ja me dinamit që. Jepi edhe unë ashtu ta lyej. Ta shohim ja. Çfarë për të thënë? Ky që ka dinamit. Hamor. Ha? Ky ishte mirë. E mbajti morbur. Ha, pi çik lufra, pi. E ke edhe të zonës. Ky ishte fort, po ishte edhe e lua dhe shumë. Ky e fillova ta ndjej. Edhe ti më rregull.
Iku dhe çik zëri. Iku ta mama. Ja, si fillon, nuk u mbeta ma kontrollin. Kjo është e mirë të ti. Absolutisht. Unë gjithmonë i pyes të ftuarit kur i kam, ke ndonjë barsolet për të thënë? Dhe mos më thuaj tani që i ke banale barsolet. Jo, pikërisht do të thosha këtë barsaletën me këta që kishin vese. Ndalon U përlot. fotosname me gjithë bashkëshortet Po. në semafor. Shu thuaj. Në semafor dhe hul xhamet dhe dikush që kërkon lekë, do na hapësh një lekë ta tham me gjithë ta mbaj. Çi do lekë ti thaj? Do ikish me femra? Jo për zotin thaj. Po çfarë do lodhësh ku marr? Po jo për zotin thaj. Po çfarë do vesh, do blesh një kostum? Po jo për zotin ta buk. Egare, i thot gruas me shikon si përfundon robi që s'ka vese. Ma të që më të këtë qikë vese. E bukur e shumë, e bukur. Tani, jo, qetëso. Muzikë dëgjon e ke qef? Po shumë. Qa dëgjon, qa ke qef? Baladat e vjetra, i kam shumë qef. Vazhdoj t'i kem qef dhe jam... Baladat e vjetra shqiptare? Jo, tuaj. Okay, rock, italiane? Vasco Rossi është një nga këngëtarët të rock që më pëlqen më shumë. Të pëlqen, rock i bie pra. Rock. Vasco Rossi kurse pastaj kam Queen, që është një nga grupet e mi të preferuar. Fred Mercury. Mreti. Qofse do bësh Nëse do ta dëgjoj mëngjes, do dëgjoj Leonard Cohen. Okej. Pra jetë klasik rock. To the End of Love është një nga hitet e mira që Dance Me to the End of Love, ëh? Le të kërcejmë deri në fund dashurisë. Fund dashurisë. Me këtë do ta hevesh në vallet e PD-ja. Të vallet e PD. Me demokratët s'ka me çfarë tjetër. Se deputetët ndrohen kur do ndrohen gjithë. Kë blerja do bëje nga PS-ja, që doje të afrohen në PD? Por do të drejtën ti kishe rraf sas një. Mor si figurë politike, më çon si kap se bësh. Shiko, je dakord me një shprehje e thot një aktor britanik që fatkeqësisht nuk më vjen emri, i kërkoj ndjes nëse na shën këto momente. Ka qenë pjesë e Monty Python, ndjeslla, edhe thot ai bën një super analizë, do ta them shumë shkurt, ai thot të kesh armiq, pra ti je i kristalizuar me një qëndrim, dhe të kesh armiq është gjëja më e thjeshtë në botë, thot. Sepse thot ai, frustrimin, pakënaqësinë, pasigurinë, inatin, çfarë do lloj problemi që mund të kesh, ti mund ta kanalizosh tek armiku. Dhe bëhet shumë e thjeshta, sepse jo vetëm që mund të kanalizosh gjithë pakënaqësinë dhe inatet e tua, thot, por nga ana tjetër mund të jesh dhe moralisht i mbrojtur, sepse është një kauzë e përbashkët. Tani, nuk mund të jenë të gjithë figurat e PS-s njerëz që s'kan potencial. Se mund të jetë sistemi i gabuar. Asnjë. Në të gjithë situatë sot me deputetët që ka PS-ja sot asnjë. Po Arben Ahmet ai që është larguar. Ky ai do ta pyes për shkak kush mendon se do vjedhë nga PD. Jo, do ta them si Shalsi që ne nuk do vjedhim nga Shmir Saga. Do vjedhim më pak. Se këta si konkuron me njëri. Për sa para shkon te PS-ja? Pas një. Ja, më le tash. Për zotin po. Nuk do më shikosh kur. Prit, 10 milionë euro. Fare. Po si mërzëtris shkon për 10 milionë euro? Se po, do kisha shku, kujtoni se nuk ka bërë ofertë PS-ja. Të ka bërë PS-ja? Mos më arrin dot sepse kur nuk jam shit ndonjëherë. Po si të ka bërë ofertë kur, do të thënë ke refuzuar? Kam dëgjuar ofertat që i ka bërë shumë e shumë njerëzve të tjerë. Aha, qartë. Dhe duke qenë se nuk kam tentuar asnjëherë të jem te kjo pjesë, nuk ka se si të më bëj. Po sa mirë, e zëm se më para njerëz se nuk do ta them sepse se nuk do të votonte as nusja ime pastaj. As do të votonte njëri thua ti. Sepse ju urrejn kaq shumë pjesën e majt familja ime, po kaq shumë. Punë e madhe mos e votojnë, do të votojnë tjerë. Shiko, nuk është ide aty. Ti thua domethënë nuk shkoj me PS-n se nuk fitoj, po të shkoj. Unë nuk shkoj me PS-n se nuk të bin ty. Nuk e ndjej. Ç'a do bësh? Edhe këtë e kemi pas tërbimit, se është tërbim. Po. Ç'a do bësh ti, nëse vjen pushtet, që unë të uroj sikurse i uroj çdo kujt në një garë të drejtë të vinë në pushtet. Çfarë do bësh nëse përfundon pastaj që edhe PD-ja vjedh? Ç'a do thuash? Do të ftoj pas 4 vitesh në emision. Ç'a do më thuash? Nëse do jetë në këto nevojë, unë nuk jam në politikë. Do shikoj Terezin time, do shikoj edhe zyrën time, do hapa prapa të licencën e avokatisë, të rifilloj. Ndoshta është momenti pastaj që o të ketë një fshes të gjithëve ose të ikim gjithë ne të tjerët. Kush është elementi që të pëlqen më shumë brenda PD-s?
Për shembull, shoku dhe miku im, një nga elementët më i ri që është dhe emergjent ta quajmë kështu, është Gazmend Bardhi. Gazmendi, po. Është djalë trim dhe i fjalës, së dhendhet mbajtur. Gazmend Bardhi është një nga elementët që nuk ka frikë përballet me denoncimin, qofse der tjerë vazhdojnë vetëm me llafe në kuadër cicmicave, ai ka bërë fakte me kallëzime në SPAK. Pra të kjo është i pa negociueshëm dhe nuk negocion me asnjë lloj element dhe nuk njeh për burr njëri përpara dhe kjo e bën ideal përveç se është një nga djemtë më të përgatitur që ka Partia Demokratike. Qartë. Jemi tek Ferri. A mendon se do shkosh në Ferr? Shiko, unë mundohem që në jetë të jem gjithmonë kandarit për shënga pozitive. Pastaj në qoftë se do t'i beshoj Zoti balancoj nëse kam bërë më mirë apo më keq është ai dhe po them që nuk i kam hyrë njeriu të hak dhe në gjuna. Nëse nuk shkon në Ferr, mund të jesh politikan i parë shqiptar që s'do takosh njeri. As Ferri së dogji, pra. Patë edhe një akuzë nga Olsi që bëre me hile, po doli që s'është e vërtetë, doli që mos dyshomë tek Partia Demokratike. Do fitojmë apo jo, tha? Po, ka qenë shprehja atë po. Ashtu ka qenë. Si mendon, fiton Partia Demokratike? Unë mendoj. Se tash do fitojmë nëse duket sikur jam me PD-n. Po, do fitojmë, ne që jemi këtu tavolinë, unë mendoj se po. Njerëzit janë shumë të lodhur, edhe pse ne kemi pas thash terreni ka qenë bosh nga Partia Demokratike për shkak problematika këtyre dhe këta kanë një vit e ca duke kuptuar dhe edhe pa kënaqësinë që ka këta njerëz, por kam shpresa shumë dhe te diaspora që është element dhe faktor plus që do na japi goxha përparësi. Piko gjysma e audiencës tona në rrjetet sociale është nga diaspora, rreth 50%, kështu që i ftojmë të votojnë atë që mendojnë se është më i miri. Absolutisht. Në fundit unë s'dua të bëj promovim të Partisë Demokratike, se nuk është se më ka premtuar njëri gjë. Se nuk dim ideale. E para njëherë ne nuk dim që nuk kemi premtojmë se nuk dim çfarë do bëjmë vet. Si se di. Te cila do drejtori ose ministri do shkosh, do më bësh përgjegjës për rrjetet sociale? Para një drejtorie s'mund të jem. Ministër pastaj nga Lushen s'më para kanë qef. Ne jemi mësuar që ç'a pozicioni ke kërkuar ti? Sulmus krau, ç'a unë gjithë jetën sulmus, po vahet a do bëjmë një herë gol apo jo. Për mua nuk ka asnjë gjë kush do jetë. Them në qoftë se kontributin tim mjafton ta jap si deputet dhe mendoj vetëm që kaq. Kush do jetë ministër bujqësie, ndoshta do duket si roli. Jo, nuk aspiroj fare, unë them në qoftë se do të jep kush do të jetë ministër bujqësie, do të jep opozitar siç ishte jo mbra derisa të rregulloj ditë gjë. Sa mirë, të vërtetën, më thuaj. Çfarë posti të ka premtuar Saliu? Para njëherë unë Sali Berishën e kam takuar vetëm një herë. Kur e takuat atë ditë, se besoj se s'keni prekur. Që në atë kohë nuk ishte as PD-ja, ishte akoma pa marrë vula dhe firma. Kështu që mbas asaj dite unë nuk kam takuar. Çfarë posti do doje të merrje? Shiko, mi mbaj shkurt për zotin se s'kemi kohë. Jo, për qenë sinqert, në ushtri nuk hyet për të qenë gjithmonë ushtar, do shta për të marrë oficer, por nuk e mendoj që kam arritur akoma staturën për të qenë një pozicion ministri. Si akoma, zëvendës ministër. Nuk e marrë do që jam deputet mund të jetë o ministër o deputet. Mos. Knaqem me deputet, nuk kam asnjë lloj problemi te kjo pjesë. Dakord, besoj se mund të ketë gjëra të tjera. Nuk më përgjigjet. Thash dhe një shikoj në herë vetëm pasqyrë dhe ndoshta pasqyrat që mos të jetë druri. Pastaj vlerëson partia këtë punë. Ti kërkon çat dush taj, dy dhoma kuzhinë marrë gjithë. Nuk më përgjigje kush kishte më shumë sens humori nga politikanët që ke njohur nga PD-ja. Shikoj, sens humori nga politikanët që njoh. Përveç Bashës, që është komik, po s'ka humor. Shikoj, me të thënë drejtën, sens humori ka pas, nga ata që kam njohur, ka pas punur, mund të jetë Muslim Urrizi, nga ata politikanë. Nëse do flasim për aty është po Dash Sulaj. Nuk e di nëse ke diçka për të shtuar, tani megjithëse jeni periudhë fushate, mund të bësh një mesazh t'ia u dërgosh. Unë jam një mesazh kam për gjithë shqiptarët. Vërtet do të ishte kaq komode të thëshim votoni Partinë Demokratike, po unë të them që bëjnë llogaritë jeni të lodhur nga kjo qeveri apo jo, nëse jeni të lodhur dhe keni në xhep më pak se ç'kishit, ndryshojeni për hir të fëmijëve tuaj për t'i dhënë një gjë për mos të instaluar këtu një regjencë ose një autokraci e cila po ndodh që ka gjithë pushtetet. Është e nevojshme që çdo sa herë që ka një zgjipal zgjedhje, nëse gjërat nuk funksionojnë dhe shikon dikush që po mundohet t'i kapi të gjitha, duhet të ndryshojnë. Prandaj votoni
Adriatic Lab. Unë kam një dhuratë për ty nga Argjendari Donaldo, sponsorion i cili na mbështet gjithmonë, e gjeni lehtësisht tek qendra Top Tani. Është një, megjithëse ti je politikan, duhet prit. Ka kaloj nga Një nga la, se pastaj vini LKDP, sa lek ishte ti brata. Nëse, ti ju s'keni probleme nga spaku, është një bryzylik, mund ta hapësh, faleminderit. është me gogla ari, mund ta vendosësh dhe nëse unë e shikoj që ti ke një verore në dorë si puna ime, nëse të Nuk jam shumë i saltanetëve fatikisht. e kuptoj, vetëm një smartwatch imitim ke të lirë, besoj. Jo, ky nuk them që është imitim, Është origjinal. Është origjinal. 850-900 euro, se. Aq. Gënjej kot. A një lloj E kjo paktet e kjo e kam bërë këtë investim, mendoj se dikush mund t'ja lejoj vetes. E mban për rajet e zemrës. Jo, ashtu s'kam, kam konstante tek kjo pjesë. Po fushata i. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për dhuratën, respekte pafund edhe donatorit Argjendari Donaldos. Faleminderit. Faleminderit ty, faleminderit KFC-s edhe lufrës të cilët na suportojnë gjithmonë. Faleminderit gjithë juve që na ndiqni në rrjetet sociale. Mos harroni, është e lehtë fare, flak fare, klikoni, na bëni follow, subscribe, emisione plot e gjeni në YouTube. Samir, të falenderoj shumë, edhe pse më mërzite shumë për faktin që s'të bëri asgjë më burr. E toleroj përveç dinamitit. Inshallah shqyqys kamerat s'kapin këtë lart, se po të kishin një kamerë lart do të shikoni që u këtu të kushin disi kamerë sa jep dërsi, kështu që efektin e dha, po E dha. e durum. E durum me Dole i fort dhe tregove që je i gatshëm për pushtet. Jemi të gatshëm për t'i bërë ball pushtetit një për një, pastaj kismet tjetër. Super. Mirë miq, shihemi puntatën e radhës.